Dëbora e cila ka rënë edhe për gjatë orëve të mëngjesit ditës së diel në Vlorë ka bërë që drejt fshatit turistik të Llogaras të ketë dyndje të qytetarëve të Vlorës, por dhe të mbritur nga rrethet. Të etur për të prekur dëborën, me qindra qytetar kanë vërshuar drejt Llogaras. Dëbora që ka zbardhur parkun kombëtar ka bërë që të kthehet në të preferuar nga të gjithë. Dikush me familjen dhe të tjerë në shoqërinë kanë kaluar një fundjavë të bukur në fshatin turistik, ndërkohë e diela si një ditë pushimi ka kthyer Llogaran në destinacion të preferuar. Të gjithë janë drejtuar aty për një fundjavë për të kaluar disa momente me familjen apo edhe një drek. Vlen të theksohet se në Llogara për gjatë orëve të mëngjesit të dielës ka patur probleme në qarkullimin në segmentin rrugor, por më pas me të pushuar dëbora, segmenti rrugor është pastruar dhe ish hedhur krip, çka ka rikthyer situatën për disa orë në normalitet, por deri për gjatë pasdites, ku drejt Llogaras u nisën me qindra qytetar. Përqendrimi i automjeteve të nisura drejt Llogaras ka bërë që segmenti drejt parkut kombëtar të jetë mes trafikut, me qindra automjete kanë ngecur prej minutash për gjatë segmentit për shkak të numrit të lartë të tyre. Situatën e kanë vështirësuar më tepër dhe parkimet të cilat kishin bllokuar një pjesë të segmentit rrugor.